Atëherë, në njësia e mamografisë në Gramsh ka ardhur që në datën 12 janar dhe do qëndroj deri në datën 23 janar, domethënë për 2 javë pune. Gjatë këtyre ditëve, njësia e kujdesit shëndetësor vendor këtu në Gramsh ka bërë vërtet një organizim shumë mirë. Normalisht numri i pacientëve, numri limit ditor është 15 pacientet, por gjithsesi ne kemi arritur të kryejmë edhe, domethënë ka pas ditë edhe 27 apo 28 paciente në ditë. Kjo për arsye të fluksit kuptohet nga organizimi mirë që ka bërë njësia e kujdesit shëndetësor këtu në. Përgjithsisht jam i kënaqur, domethënë dhe me rezultatet, përgjithsisht domethënë pacientet kanë dalë me rezultate të mirë dhe kjo patjetër që na kënaq të gjithëve. Gjithashtu një tjetër gjë pozitive është domethënë që është rritur goxha edhe interesi nga gratë për të kujdesur për gjirin dhe për të kryer kontrollin. Kuptohet, gjërat vogla ka patjetër, por duke vazhduar rregullisht kujdesin shëndetësor, patjetër domethënë që edhe ato gjërat e vogla kur kapen në kohë arrim edhe ti mjekojmë.